Ndikimet janë pak të përzira, më duhet të nënvizoj, duke qenë se Urani është vendosur tek shenja e Demit, si rretho e kemi në subconsciencë, krijon një trysni vërtet shumë të madhe, pak më tepër shgjasjeve ka dhe kënde negative, si me Mërkurin që është drejtuesi juaj, po ashtu edhe me Venusin. Kjo do të thotë që duhet jemi shumë të kujdesshëm. Problemet më të rëndësishme që do të kemi ditën e martë, duke qenë se është dita më problematike, mund të jenë me familjarët tanë. Këtu vërtet që mund të kemi kriza, sepse do të na duhet që të rikryejmë këto balanca. Normale këto kriza ndodhen nëse kemi marrëdhënie problematike, por nëse kemi një lidhje të shëndetshme, jo vetëm që nuk do të kemi kriza, përkundrazi mund të kemi edhe mundësi që ne të rritemi më tepër dhe ata mund të bëhen personë që na mbështesin më tepër. Gjithsesi, në qoftë se këto janë pika pak a shumë që nuk mundeni që të i kaloni, për nëse keni një lidhje problematike, do t'i këshilloj që të merrni ndihmë nga shoqëria juaj, edhe pse me një vrull shumë të madh, me një zjarr shumë të madh, në këto momente ka mundësi shumë të madhe që t'ju ndihmojnë.